Gropat dhe balta në dimër pasohen nga pluhuri. Kështu e përmbledhin me pak fjalë gjendjen e rrugës së stacionit të pompave të ujit të pishëm në Dobraç, banorët që jetojnë në dy anët e saj. Ata kujtojnë se kjo rrugë është hapur disa herë për shtrimin e tubacioneve të ujit të pishëm dhe kabllëve elektrik, ndërkohë që rregullimi dhe kthimi i saj në gjendje normale është vënuar pa afat. Janë një rrugë shumë keq bëll. Këtu në dhafem si është një atje lena, masi partiz me numër kalesh. Po kërkojmë me asfaltuim njështu si jaken, se ka shohë që numër kalesh një atje, kërkojmë pe ujtë, pe pusave. I kanë rëmë me fadrom 30 herë po bësh, sa të bjerë shi i bëhen grupat. Rruga është për përgjësis. Me zime ardhë makini të tonë gropa, vetën kuj vjen shi s'mu është as me kalu, vetën me garroca, që kalujnë da që është se, vetën rrugë ma të keqe, më është po ashtu, me herë kanë përstru, të është për i shkret. Po këtu kanë në ujësillë, si? Po, kanë për kanë rrugë tuve të shëpar, tu hop gropa, tu hop i herë, mëdhe i herë, prish i herë, që asë janë du bo, me këta rrugë për makit s'ka për zëtë. Ka përvënu, prap janë dy hopin për me hop puseta, kërkojmë ishtu rrugën, me mujtë me regullu, me ashtu. Kjo rrugë shërben si për personelin e stacionit të pompave të Dobraçit, një objekt i rëndësisë së veçantë që furnizon me ujë qytetin e Shkodrës, ashtu edhe për qindra familje të kësaj zone informale, biznese dhe misione bamirësie. Asfaltimi i saj ka nisur disa herë, por është lënë përgjysmë për shkak të punimeve në ujësiellës dhe në rrjetin kabllor elektrik. Banorët theksojnë se përderisa këto projekte tashmë konsiderohen të përfunduara, duhet të kryhet edhe asfaltimi i plotë i rrugës, jo vetëm në disa segmente, por deri tek stacioni i pompave.